Për këtë arsye, siç transmetohet me një hadith, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dërgoi një delegacion në një luftë prej luftrave, në mesin e të cilëve ishte dhe djali të dashurit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo i dashuri i të dashurit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Usame ibn Zeid. Transmeton Usame ibn Zeid, i cili thot: na dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një luftë. U ballafaqum me armikun, derisa njëri nga ata mbyti sa mujti në mesin e muslimanëve, dhe unë dhe një ansari e zonëm me një skaj. Kur e zonëm ngusht këtë armik, tha shqiptoj fjallën La ilaha illallah. Dhe Usame ibn Zeid ngriti shpatën dhe mbyti këtë njeri. E pastaj kthej në Medinë, që ta rrëfejnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë ndodhi. Pejgamberi Allahu të dashurin e tij, pra Usame ibn Zeid, e qortoi me fjalën: men leke bi la ilaha illallah yawm al-qiyama ya Usame. Tha: ja Usame, që shmujt e ta mbyte një njeri që shqiptoj fjalën më të dashur të Allahut azza wa jall, la ilaha illallah. Usame ibn Zeid o përpiq që të arsjetohet dhe i tha: ja Rasulallah, tha, ky njeri nuk e ka shqiptu këtë fjalë nga thellësia e zemrës, apo nuk e ka shqiptu këtë fjalë për shkak dashurisë së kësaj fjale. Tha: po ky njeri deshti që të shpëton me këtë fjalë dhe për atë shqiptoi fjalën La ilaha illallah, ndërsa pejgamberi Allahut përsëritte dhe thonte: wa kayfa tasna'u bi la ilaha illallah idha ja'at yawm al-qiyamah. Ç'ke për të boja Usame? Ky njeri ko dalen ditën e gjikimit me këtë fjalë, me fjalën la ilaha illallah, ndërsa me një transmetim tjetër transmetohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: ja Usame, a mos ja çave gjoksin për ta shiqu, se ky njeri e ka thonë me dashuri apo pa dashuri. A mos ja grise gjoksin me shiqu, se ky njeri e ka shqiptu me besim apo pa besim. Pra vëllezër të ndershëm, komenti i këtij hadithit pejgamberit Allahut do të vijë me radhë. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregonte se ai që shqipton fjalën la ilaha illallah kalon në Islam, e pastaj përderisa nuk shfaq vepër apo fjalë që dëmton dhe rënon këtë fjalë, nuk kena të drejta që ne të nxjerrmi prej dinit Allahut azza wa jall, siç vepruan disa të cilët nuk patën kohë të studiojnë dhe të mësojnë fjalën la ilaha illallah. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: men mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-janna. Ai cili vdes duke e ditë fjalën la ilaha illallah do të hinë në xhennet. Pra vëllezër të ndershëm, sa është e vërtet se është kjo vetëm një fjalë që mjafton të shqiptohet me majën e gjuhës, a mjafton të shqiptohet kjo fjalë
e në veçanti për të shpëtu ditën kur takomi me Allahun Azza wa Jall. Ai i cili mendon se shqiftimi i fjalës la ilaha illallah i ban dobi në dunja dhe në ahiret, vetëm me shqiptim është i njëjti i cili mendon, apo i njëjti si kur i smuari i cili e shqipton emrin e barnit po nuk e përdor ata. Sot i të sjellë dobi të smuarit, nëse të nditën thot aspirin apo paracetamol për derisa atë nuk e përdor e as që din të përdor ata. Për këtë arsye kjo fjalë që të na sjellë dobi në ditën e gjykimit, dhe që mos të rëshqasmi gjallëtas apo majtas, nga se në dersin e ardhshëm inshallah do të ndalmi me ata të cilët devijuan dhe keq kuptuan fjalën la ilaha illallah, sikur ata murxhiat të cilët e mjaftuan me shqeptim, dhe do të ndalmi gjithashtu me xhawarixhet të cilët e shtrënguan më tepër se Allahu Azza wa Jall e lipi atë. Vetëm se sot na intereson të dim se ehli sunneti çfarë kuptimi i dha kësaj fjale që të sjell dobi kjo fjalë ditën kur takomi me Allahun Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, fjala la ilaha illallah, si që kanë fol ulemat e ehli sunnetit, do të thot tek ehli sunneti dhe xhamati, s'ka të adhuruar me të drejt pos Allahut Azza wa Jall. S'ka të adhuruar si përfaqen e tokës me të drejt, ndërsa me të pa drejt ka shumë që adhurohen në truzilin toksor. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall dërgoi pejgamber, dhe këtë mesazh, këtë betejë me këtë fjalë që e zhvilluan pejgambert e Allahut, e zhvilluan për këtë kuptim, e jo si që mendon dikush se pejgambert e Allahut erdhën me mësu njerëzve se Allahu ekziston, e as që pejgambert e Allahut nuk erdhën që të tregojnë popullit të tyre se Allahu krijon dhe furnizon dhe rregullon, nga se ki problem nuk ka qenë në mesin e tyre, për fat të ketë që ne, edhe pse ndoshta gjindmo me emnin Ahmed dhe Muhammed, ja kemi të i kalu Ebu Gjehlit dhe Ebu Lehebit në kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Për këtë arsye mos të thot njoni nga ne, çfarë nevoj kena ne të ndalmi dhe të ndajmë kohë që ta kuptojmë këtë fjalë, kurse na e dim se ai që del para Allahut pa këtë fjalë, kot e ka, se nga se nuk i sjell dobi vetëm atij që e ka shqiptu, dhe thot Muhammed ibn Abdul Wahabi, dhe nuk i sjell dobi atij që e ka shqiptu përderisa nuk e ka kuptu, dhe nuk i sjell dobi kjo fjalë atij që e ka kuptu përderisa nuk e ka besu, dhe nuk i sjell dobi atij që e shqiptoj, e kuptoj, e pranoj, e besoj, përderisa nuk ka vepru me ta.